Nuk ishte se si të mungon të kjo. Leko, du pse fut kot kjo. Dritë zemra. Hi guys! Mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube-it. Unë sot jam me Danja. Dhe ne sot do bëjmë Temën? ekstrem. Okej, ekstremin. Do bëjmë temën. Kjo bënde $3. Okay. Ideja është që pemat jetë e bukur përpara, se mbrapa nuk e shikon. Është mbrapa literalisht. Çfarë një horoskopi mendojnë që do ishte Christmasi? Do ishte një gafore, sepse gaforet, me aq informacion sa kam unë, nuk jam gafore, po me aq informacion sa kam unë, janë kështu familjare dhe emocionale. Mendoj. Çfarë mendon ti? Janë binjak, fiks binjak. Binjak. Këte janë super ftohtë. A dëftyrë shek. Po, këte i super ngrohtë brenda. Shumë e vështirë për të vendosur këtë pemën pa një mama këtu. Mami, Po. ku je? Në fakt e ke vendosur një herë pemën vet tek pu? Vet e kam vendosur dhe gjithmonë ka ardhur mami, ç'është kjo pemë? Dhe ka ndryshuar. Pse ke vënë këtë këtu, pse ke vënë këtë këtu, janë ndryshuar çdo gjë e mundshme. Ua, e bëjnë mamat të në përgjithësi, se për shembull edhe unë kur vendosja rrobat në tel, i lëviste dhe i vendoste po prap, se nuk e di. Nuk kapen bluzet këtu, kapen Po, këtu. nuk kapen pantallonat dysh. Duhet i kapësh te këmbë. Jemi drejt përfundimit, kjo është pena. Kjo është pena. Kjo është pena. Kjo është pema jon, e bukur, e vogël, e kuqe, patur. Shumë dashuri. Mos e humni këtë moment. Po ju lëm në hijen e pemës. A ju pëlqen më shumë bora apo Dielli. dielli, vërtet? Dielli. A i keni parë Big Brotherin? Po, e kam ndjekur. Jo. Do futemi brenda se tham, por thjesht do futemi brenda që të veshim një xhup unë, një xhup Danja, jo një xhup të dyja, vete i kem për Christmas shopping. Si fillim, me qënë se na doli Urban Outfitters përpara, do futemi tek Urban Outfitters, është dyqani ime preferuar, sepse ka shumë gjëra kështu vintage edhe të vjetra, old school, po ka dhe shumë dekore për shtëpinë. Kështu që thjesht do futemi, nuk është se kam diçka në mendje, thjesht do bëjmë Christmas shopping. Edhe kjo është një dhuratë shumë e bukur për Krishtlindje, që mund t'ja bëni njeriu ose mua për shembull. Edhe kjo është një dhuratë shumë e bukur. Mora këtë dhe këtë Princess But You're Sunshine for you. Kjo është një dhuratë tjetër që mund t'i bëni dikujt që është super bukur dhe sigurisht që duhet të përfshini edhe disqet, mos harroni disqet. Nuk ishte se si të mungon të kjo. Sa po morëm një dhuratë për një person të familjes tonë. Kemi ardhur tek Macy's dhe kemi bler një dhuratë tjetër, por jo për veten tonë. Okej, kjo është një dhuratë tjetër që ja kemi bërë një personi në familje. Mos shikoni vetëm tutat, se kemi bler dhe bluzën, po ishin veç e veç. Ndoshta jemi të vetmit që kemi ble këtë kostumin dhe nuk kemi ble quarter zip. Erdhëm në fund tek Target dhe këtu shpresojmë që të gjejmë gjëra për veten tonë. Përfundimisht në Target ka ardhur gjithë Amerika dhe nuk ka asgjë. Shkojmë te dyqani tjetër. Jemi tek Victoria's Secret dhe është dyqani i fundit për sot, sepse pas kësaj do duhet që të shplodhemi pak dhe të bëjmë ndonjë gjë interesante, meqense jemi tek molla. Dhe kemi parë një palë pijame fix për Christmas. Do marrim dy copë, do e marrim meçi.
Shopping për Christmas mbaroi, edhe dhuratat tjera t'i ka Dario, po na pret atje sepse tani do luajmë bowling dhe ta shohim se kush do fitojë. Kush mendon ti që do fitojë? Dario. Fituesja isha unë në këtë lojë. Po thajmë të ftohtit kemi dalë pa gjuhë. Është minus 14 gradë. Okej, kemi xhupin makinë, qetësoni, makina është atje. Edhe mos e gjykoni Darin që s'po jep xhupin, po është me shkurtra poshtë. Po është me kanatiera. Ka shëftot. Ka jap në kukla njëna tjetrës, unë herë Po qa ka të bukur që e fej pak te, pa jetë tre që fikosh Livi! Me dita zë! Me dita nes shife! Fun fact, kukla ime e parë, e ka pas emrin e Livi. Ja, perla ma. Poker tips me New York Jets. Kjo është the best. Gjitha i kam mund të. Perla pas e marrë, se këtë ditë unë jo dhe unë. Ja. Është parfumin që e kam pas dhe e kam edu prapë. E kam pas dhe do i kem. Best, edhe e kam dash shumë. Qërofe! E qia. Ky është parfumin ditor edhe vendos çdo ditë. Në kam paketu! Te kam edu. Dr. Martin! Dr. Martin! Hajle ku je, kuca sa tia! Hajde shku me qatë kucë, ta fej kuci me kamës me edhe. Dario. Gjithë pra, gjithë! Zojmë shumë që jeni të gjithë shumë mirë, shëndoshe mirë dhe na i gjeni mirë të gjithëve. Okej, na çeke ti. Ja. Pasë në 2 orë. Po i lërën, hajde shife burin të lërën. Sonja, go Sonja! Njerëz të dashur, doja të filmoja, prandaj tona jo se bua me qëllim, unë e bëra me dashje. Prit të shikojmë, na e trego. Okay. You can like this and switching to work. E kam zjedhë më të bukur në qëtë. Shili. Ja ka zjedhë surfing, shumë dura të bukur në qëtë, për zotin. Guys, let's still a little. Come on, let's make the game interesting. Grinch is here. Tani vazhdo me i tjetër. E vodhi. Oh, tekse bukës. Toster. Gift card. Bezje! Jeni gati?
Që bën very nice one. Oh my god. Kam për t'ja marrë prap. Okej, prap Kela. Go Kelly. Go Kelly. Go Kelly. Ja stik. Do mirë. Charger për telefon. Shkina të mërë. Bosa dhurata ka hapi kjo Keli. Go Kelly. U lodhe shkete. Go Kelly. Në kishë në doja të hapë dhurata. Sa e bukur. Verë me çokolat. Wow, shi Keli, u zgënju Keli. Asë çokolata të në kështë. Bravo.